Për të komentuar dinamikat e javës që po lëm pas në Big Brother VIP Albania, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin e njohur Klevis Mile. Zoti Mile, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Si e keni parë Big Brotherin këtë javë? Big Brother e ka parë pak si zjarr, sikur është futur flaka brenda në shtëpi, pas daljeve të disa personazheve me emër, do të thënë për shembull pas daljes të Vernozit, pas daljes të Stines, ka ndryshuar pak a shumë strategjitë e lojës sa i përket palës të mirit. Kemi parë një mal krejt ndryshe këtë javë, gjithashtu dhe Stanaldon, pak më të fuqishëm i futur në lojë. Kemi parë më në fund darjen e Selinit me Mirin në krevata, në ajo krevata e shumë përfolur gjatë shumë prajmeve në vazhdim, tashmë ka ardhur fundi, janë ndarë si çift. Kemi parë Mirin që është agrëvuar shumë në disa debate, sidomos kundrejt Caseyt, një case që vazhdon me atë fjalorin e tij banal edhe fjalorin e tij si një ordiner, do ta quaja. Ka ndodhur këto konflikte, por nuk ka se është ai Big Brother që më mësuan ne të shohim, por gjithsesi ka pak interes akoma, nuk ka se ka ikur interesi. Nuk është se ka është bërë një ndryshim totalisht i madh, janë po ata që kanë qenë, thjesht disa prej banorëve të brenda kanë ndryshuar disa strategji dhe janë duke i lodhur ato kartat e tyre gjatë kësaj jave. Kështu që pritet për të parë prajmin e sotme se çfarë do diskutohet. E dim që tema me dinamike do jetë Casey Miri sërish në debatet dy që kanë pasur. Kemi parë reagime Namiri pas prajmit, ku i cili ka thënë që unë do të denoncoj Casey për gjithë këto akuza që më ka hedhur në atë prime, akuza që ishte që Miri i çon lule dashnorëve të tij në dyqani Stelinës. Nuk e di, besoj se gjitha këto do diskutohen edhe sot dhe presim se çfarë përgjigje do japi Miri sot dhe sa i përgatitur është Miri për këtë prime. Se primin e kaluar nuk mendoj se ishte dhe aq sa ç'duhet. A kemi ndonjë informacion se cilat janë temat më kryesore që ditës do të diskutojnë këtë prime? Po pikërisht kemi parë një zarf të zi që ka hyrë gjatë ditës sot, ku mendojmë se ky zarf i zi mund të jetë për Casey. Gjithashtu mund të fshihet Casey Miri, Casey me Inën, gjithashtu që kanë patur Casey në fakt ka pasur një reagim shumë të ashpër dhe një kërcënim kundrejt Inës, siç kemi parë në video të postuara në rrjetet sociale, i cili e ka kërcënuar me pak fjalë duke thënë do të gjumë e grushta nëse ti vazhdon e flet, ose duke e cënuar shumë keq Inën në atë fragment 2 minutë që kemi parë në atë video. Mund të jetë edhe kjo pjesë. Mbetet për të parë sepse janë bërë shumë situata në këtë shtëpi dhe as vetë ne si publik nuk po mund ta kuptojmë dot se ku është problemi ose kush ka thyer më shumë rregulla, se aty rregulla thyen për ditë. Thjesht nuk e din se ka cënuar vllai i madh edhe do të dënoj sot. Po ashtu një temë tjetër që kemi dëgjuar te spoti i Big Brotherit është një ballafaqim që do ketë sot. Në anë të burimit e mia, jo 100% e sigurt, mendojmë se sot do jetë ai ballafaqimi shumë pritur midis Mirit me bashkëshorten e tij. Duket se ka ardhur momenti që bashkëshortja të vinë në një prime edhe të bisedojë me Mirin dhe të përgjigjen atyre pyetjeve që ka publiku jashtë. Mbetet për të parë, do ishte shumë interesante ta shihnim një ballafaqim të tillë. Herë e fundit që kemi parë këtë gjë ka qenë me Olsin, te ai Big Brother i shkuar, ai ballafaqimi shumë i lezetshëm. Mendoni që do ketë një të rrjedh? Nuk e besoj se e gjitha kjo është një lojë dhe është stisur na jashtë për Demir dhe gruas të tij. Po do ishte interesante po të ishte e njëjta. Besoj do të ishte shumë e mendjen. Ka një skenar nga jashtë që po ndodhin gjitha këto, pra qoftë afrimi i Mirit me Selin, qoftë reagimi i gruas Mirit nga jashtë. Pra është çdo gjë e përgatitur nga jashtë, thoni ju? Po mund të them që qarta se tani mund ta kuptojmë pak më mirë. Besoj se është një skenar i përgatitur prej Mirit, do ta thosh, edhe gruas të tij. Tani Selina nuk do ta përfshisë, Selina është një gocë me këmbë tokë, është shumë e përgatitur, më pëlqen ajo, siç kam thënë herë të kaluara, ajo thjesht më duket se përdor Mirin për lojën e saj dhe mirë bën, se fundja për lojë kanë hyrë aty brenda.
Klevis, besoni që do jetë një dinamike fort kjo ballafaqimi nëse ndodh dhe kë do rris më shumë Selin apo do rris Miri? Kjo varet në reagimin që do ketë bashkëshortja e tij. Qofse kjo është okay me gjithë këtë dhe jep një mesazh të bukur, për shembull që lidhjet nuk duhet të kenë as xhelozi ose besimi që mund t'i keni bashkëshortit juaj, mund ta lejojë atë që të bëj çfarë do. Varet se si do i nisi, si do jetë ky ballafaqim. Aty varet çdo gjë, po besoj se ajo do, nëse vjen sot, ajo normale do vi për të dhënë plus Mirit. Mendimi im, nëse kjo është një skenar, po nëse kjo gjitha kjo nuk ka qenë skenar dhe Miri thjesht ka pas pëlqime dhe po bën një lojë me Selinën edhe shoqja e tij është prekur dhe vjen sot edhe e gjykon, normale që do t'i japi minus Mirit. As nuk diskutohet. Por nuk besoj se do vinte për ta ulur Mirin. Ajo siç e kemi parë është shumë open mind, por derisa nuk ka reaguar dhe nuk ja ndjen fare, do të thotë që nuk e vret mendjen për Mirin aty brenda. Kështu që nëse vjen për t'i dhënë plus sot. Kemi ndonjë dinamik tjetër që pritet të ndodhë në Big Brother Albania sonte në Prime Minnesota? Po kemi më, këto do diskutojnë. E tham Mirin, mund të kemi diskutimin Casey Ina që sapo përmendëm, por kemi edhe Kristin, që i cili ka pas disa debate, që është ndjerë gjatë javës sot. Gjithashtu mund të them edhe për Artanin, i cili ka hyrë mjaft bukur në lojë, me debatet e tija, me disa fragmente që ka pas me banorët e ty për rreth. Gjithashtu një dinamik po krijohet dhe Mateo të brenda. Në Mateo që unë se prishe, po Mateo që nga një djalë shumë i shkëlqyer dhe po më pëlqen shumë si lojtar. Sidomos sjellja e tij që ka kundrejt Brikenës, sjellja që kanë kundrejt asaj, duket qartësi që ai ka një pëlqim, thjesht e respekton distancën e saj, edhe thjesht prek një hap ndaj jo. Kemi parë që produksioni ja ka dhënë dieni Brikenës që ta hedhë një hap, se produksioni do t'i lidhi këta dy bashkë, produksioni dhe publiku bashkë. Akoma se produksioni ecën sipas reagimeve të publikut, me sa kuptoj ndonjëherë. Mendoj se e gjitha kjo është stisur, siç kemi parë se dronet tashmë në Big Brother janë bërë si kafja e mëngjesit, ditë për ditë kemi edhe një dron për çdo lloj banori aty, ka hikur shija edhe droneve tashmë. Kemi parë një dron i cili nuk është publikuar në faqe zyrtare Big Brother, që është mësuar duke postuar drone për çdo banor që vjen aty. Ka ardhur një dron për Brikenën edhe për Mateo. Një dron shumë i bukur, Mateo ka gëzuar shumë, gjithashtu dhe Brikena. Dhe kemi parë fragmente kur e ka uruar Brikena, thjesht i ka vajtur dhe ka dhënë dorën dhe ka thënë urime për dronin Brikena dhe aq ka qenë e gjitha dhe ka marrë distancën e tij sërish. Mua më pëlqen kjo lloj gjëje, se është diçka shumë e bukur dhe tregon që se si një mashkull respekton një femër dhe i fal dashurinë në shenjë respekti, mund ta them kështu, pa e cenuar, pa e shtrënguar, domethënë që ta bëj për vete domosdo me dhunë ose me zor, duke bezdisur, duke ja thënë një dy. Ai e ka shprehur ndjenjën e tij kundrejt saj pak a shumë në thonjza. Tashmë mbetet hapi ndaj Brikenës, por me sa kemi dëgjuar, një në arsye që Brikena i stepet kësaj lloj gjëje sepse do hyn familja në mes. Mos gaboj, Brikena vjen nga një familje muslimane, ndërkohë kemi Mateon i cili është kaur. Mos pranimi familjes të Brikenës e ka bërë Brikenën që të stepet kundrejt Mateos, dhe në lidhjen që ka pasur më atëherë që janë ndarë, po edhe vazhdimi që ajo i stepet gjithë kësaj. Klevis, faleminderit shumë për informacionet që përcollët këtu në VIP Magazin. Faleminderit juve.